Si instrumentiste dhe muzikant, kam qenë gjithmonë mbështetës si talenteve të rinj, dhe kjo skenë ka parë me shumicë. Sonte vjen sërish në instrumentin e tij të preferuar, po sigurisht edhe zotrues, Geron Papa, 11 vjeçari që do të sjellë një risi në skenën e Albania's Got Talent. Geron, mirëmbrëma sërish. Mirëmbrëma. Ditet na ma qefsësh edhe në këtë mbrëmje gjysmëfinale. Për një 11 vjeçar si ty, jo vetëm që është një talent, por është një dhunti, mendoj, nga ata që ne na kanë krijuar. Bravo dhe sot. Shumë faleminderit. Geron, më pëlqen shumë fakti që ti nga jashtë, nga pamja, dukesh një djalë shumë studiues, shumë i qetë. Unë do të, nëse do të shija kështu, mos ta dija, do mendoja që do të ishe një pianist, apo një violinist, apo një violoncelist. Ndërsa ti, për te i pamjes së jashtme që duket shumë serioze, ke ndoshta brenda një shpirt. Më fal që ndërprez. Më ngjansh, në të njëjtën moshë kam qenë dhe unë identik, vetëm se mua më thoshin nerd ose më jepshin kështu epitete, ufo e gjëra. Duket si gjeni matematike. Eksakt, gjeni matematike. Por, në të njëjtën kohë ti je rebel brenda, sepse instrumenti bateris do pak, no, atë emocionin, shpërthimin, duhet jesh pak rebel brenda. Dhe ky kontrast mua më intrigon shumë prej teje, që një djalë që duket një pam ditë jashtme shumë serioz, me syze etj, i bie baterist në këtë mënyrë të jashtëzakonshme siç i bie ti. Imagjino pa syze. Imagjinoj tani. Dyshim shumë i madh. Jo, nuk e lëm imagjinatën, hiqi pak syzet. Je një hyll. Shive më çfarë Je një bukurosh. Je një bukurosh, Geron. Bravo, bravo, bravo. U kënaqa sonte me ty. Komplimenta. E pasurove një këngë shumë të bukur, e bëra edhe më të bukur, edhe nuk di se si mund të bëhej kjo më e bukur. Ishe fantastik në atë që bëre, na befasove kur i holle shkopinj dhe fillove me duar, ishte surprizë shumë e bukur. Plumt. Faleminderit. Geron, unë nuk e di pse në këtë
në këtë vit të Albania's Got Talent, shumë të talentuar kemi pasur në bateri, mor. Kemi pasur edhe UFO. Shumë e vërtet. Jashtëzakonshëm. Ja UFO, prap UFO. Bravo kjo, bravo. Faleminderit. Bravo, Shoko, po këtë Faleminderit. te i lekun Xhamadani sa të bukur që e ke. Është tradicionale qytetit tim. Dhe me që so kisha një poezi tash, pse jo? Pse jo, e ke menduar shumë mirë, edhe paraqitja skenike është shumë mirë, performanca shumë e mirë, shumë energji të mirë, shumë emocion. Bravo. Shumë faleminderit. Suksese shumë.